Mirë se keni ardhur. Ju falenderoj për prezencën që jeni këtu. Ndoshta unë këtë ditë sapo kam ardhur, sigurisht nga Tirana te shtëpia jeme, edhe në ditë shtunë zakonisht unë vi gjithmonë bëj prova me orkestrën. Këtë herë po bëj prova kuptimin me grupin e medias për arsye sepse desha të paraqes diçka në lidhje me orkestrën simfonike, të cilën është, siç dihet, është bërë shumë problematik këto kohët e fundit në media, edhe duke qenë edhe unë drejtor artistik për një vit edhe më përpara dirigjent i kësaj orkestre, sigurisht ndryshimet që bën këto dhe lajmërimet që bëri Bashkia e Shkodrës në mënyrë pa asnjë lajmërim tek unë dhe në mënyrë të habitshme nëpërmjet Facebookut, e pashtë arsyeshme që edhe unë të reagoja në këtë lloj mënyre, me thënë drejtën, u duk shumë e paarsyeshme dhe s'kam asgjë me zëvendësimin e gjërave, por me pa lajmërim, pa asnjë të paktën etik, norme për punën që mund të kem bërë, edhe kjo më bani që të sqaroj ca gjëra në lidhje me këtë. Unë, siç dihet, me këtë orkestrë kam filluar punën shumë herët, që është vitet 82. Dhe me thënë, 82, 91, bëhet fjalë për 10 vjet, ku sigurisht ka qenë kulmi i kësaj orkestre, dhe në vitet 91, kjo orkestër u shpërba për arsye të ndrrimit të sistemit në atë kohë, dhe më qelloi mua për fat keq që isha dirigjent dhe isha në Radio Shkodrën, kur sot në atë institucion orkestra bënte prova për 8 muaj dhe më erdhi shumë keq që u prish. Nuk u prish vetëm me Shkodrës, por u prishën në shumë orkestra që ishin në qoftë edhe në të gjithë Shqipërinë. Do të thotë e Durrësit, e Korçës, e Elbasanit, dhe kjo për mua duhet i bëj shkurt, ishte një nga gabimet e kohës shumë të mëdha, sepse mund të mbashin një bërthamë që ishin institucione tepër të fuqishme dhe kishin historinë e vet. Shkodra dihet që në atë orkestër kanë punu mjeshtat më të mëdhej. Duhet nis nga Prenjakova, nga Gjon Kabetdani, nga Tonin Daia, deri të mjeshtat më vonshme profesionistë, Bert Paparisto, po edhe të profesionistët si Ermer Krantja. Pastaj mudesh të vija në moshën 22 vjeç të drejtoja kisha këtë fat Orkestrën Filharmonike të Shkodrës. Dhe kjo ndalesë e orkestrës sigurisht që kishte ngel peng. Në vitin 91, siç dihet, bëj kronik timen, më thirrën për të shkuar me drejtor orkestrën Radio Televizionit, ku atje pastaj 91 deri në 32 vjet me radhë kam drejtuar formacionin e dihet e Orkestrës Simfonike të Radios. Përpara se me dalë në pension, më kisha pikë dobët Shkodrën, si çdo qytetar shkodran, siç e shihni ju këtu, na kena lagjen, kena të afërmit, kemi historinë e fëmijës, kemi historinë e shumë gjanave të mallit për këtë, se ne nuk shkuam atje unë nuk shkova thjesht e doja Tiranën, por shkoja ndoqa rrugën e profesionit dhe nuk ndoqa se po t'ishte orkestra, unë nuk do lëvizja nga Shkodra, duhet ta dini këtë. Dhe sinqerisht më erdhi shumë keq në këtë aspekt, që pse Shkodra mos ta ketë prap orkestrën. Kishte ardhur koha që e shifsha që unë kisha mundësi ta bëjsha këtë punë, sepse gëzohesha edhe eksperiencën e viteve dhe ke thjesht mora takim në atë kohë me erdha për festivalin e fëmijëve, mos gabohem, isha në juri dhe mora takim me kryetarin e bashkisë së asaj kohe, që ishte viti 2022, mos gabohem, ishte Bart Spahia. I thash, a mund të takohemi? Patjetër, thahet mirë. Nga java, lam takim dhe u takova. I shpjegova gjithë historinë e kësaj pune, sepse shumë ngjarje edhe shumë, domethënë, nuk diheshin, dhe i thash jam gati që ne ndërtojmë orkestrën simfonike tonë se kështu. Nuk e njihsha Bardhin, e njihsha vetëm njihja Tjatin, ku kishe pas një rast që kisha vizitë dhe kisha respekt shumë për Tjatin. Bardhin e njihsha kështu si figurë, por nuk kisha që e njihsha, se me thonë, nga afër. Duhet them dy fjalë. Ishte i pritje jashtëzakonshme dhe neta jo më tepër se gjyqësore dhe diskutova për orkestrën se si tek.
ai me një interesim shumë të madh tha vetëm 2 llafe, që Jetmir tha do të mendohem dhe do të them, do t'ja përgjigjem. Bëri përshtypje kjo, sepse sigurisht një gjë kaq e rëndësishme nuk mund të zgjidhet për qerekoret a gjyqësorët, dhe duhet të them, edhe mas 3 muajve erdhi në anë të një instrumentiste që ishte në atë kohë që punoi së bashkiet, që kishin bërë gjithë përgatitjet e mundshme me orkestrën, me antë ligjore, tha Jetmir do bëhet orkestra. I thash, mbarave qoftë. Kjo është historia e fillimit të Orkestrës Simfonike dhe në janar ne kena fillu provat e 2023 me orkestrën e Shkodrës në mënyrë që një grup i cili u krijote në kuptimin mas sa viteve dhe me i pagesë të rregullt siç ka kanë përpara vitit 90. Pra, një institucionalizim, që e thash, i kësaj orkestre. Tani filloi normalisht me shumë problematika, ku duhet ta them që vërtetën që Shkodra në këto vite kishte shumë pasoja, dhe kjo vite shumë nga brezi i ri kryesisht, të cilët kishte mungesa sektorësh, mungesa në harqe, mungesa në veglat e frymës, shumë ishte deficitore, dhe kjo më shqetësonte, nuk ma edhe vetë mu që kisha ardhur disa herë gjatë tyre kohës, gjatë tyre viteve, me ba koncerte, qoftë ndërmendjes, qoftë shumë aktivitete që ishe iftuar, më kishte mendja që ishte kjo gjendje, nuk e pritësha. Sinqerisht, me shumë dashamirësi dhe me shumë për kohën që një atmosferë jashtëzakonshme, dhe arritëm të fillojmë provat dhe për koncertin nuk ka nevojë të flas, që një vit jashtëzakonisht i suksesshëm dhe nga ai koncert, nga ajo datë e rikrijimit të orkestrës, nuk u manita unë si dirigent që kisha një satisfaksion që s'kisha pa një herë në jetën time, kupton të qosh gjithë sallan kam, të qosh gjithë orkestra, dhe me 2 fjalë kuptoshe atmosferën e shkodranëve, sa kishte munguar dhe çfarë dëshirë dhe dashuriet kishin të njerëz për artin, sidomos kjo situatë. Tani s'ndodhi. Sigurisht situatat politike ndryshuan dhe erdhi pjesa tjetër e politikës, që ishin PS-ja. Në atë kohë ishte PD-ja. Po të them të drejtën, unë ku erdha këtu, nuk erdha me atë kuptimin që kush është në parti. Unë erdha thjesht për me bë muzikën, për me bë artin, dhe me thënë, në qytetin tëm të Shkodrës, si isha pjesë e politikë, se s'kam kanë, as kur ka kanë kohë të komunizmit, duhet të sqaroj shumë veta, këte për kulturë kështu, deshem me fusin parti në atë kohë, por si isha unë për atë punë, kupton, nuk isha gjës me partinë, se me thënë, po si isha për atë punë, e disha që jam vetëm për këtë pjesë dhe qa hoqa mos me hi. Nuk kam hi, nuk e pranova. Jo kështu de facto, po, këto që kanë jetu me mu e dinat histori. Po kështu, dhe kur që puna për mrapa, s'është sekret ta them, kam qenë pjesëtar i 2 prillit, dhe ta marrin vesh gjithë, e kam asistuar në atë ditë, kam pas edhe shok mi aty, që i kam njoftë që kanë kenë, por de facto pjesëmarrja politike është e drejta gjithë secilit për veti për diçka, por përmenda këtë sepse nuk jam azhënuar as në pjesën mrapa me asnjë parti që të them që të dalë të kemi tesë ose të futem dikun, por kam mjek rrugën e artit për 32 vjet, s'kam pas të problem partjak kun në lidhje me artin. Problemi ndodhi këtu, shoh historinë me pjesës tjetër. Pjesa tjetër sigurisht fillun programet dhe që këtu, du të them që me programin e parë që filloj, pash që ishte një shqetësim, ishte koncerti i Ramlajt. Pse po marrë si koncert? Po marrë si ishte një koncert i cili nuk e disha që ishte aprovuar, duhet ta them këtë, si disha akoma dhe mirë rregullat se si funksionoshin bashkia në atë kohë, dhe me thënë para 2 vjetëve, sepse kisha idenë e shtetit që ishte para 90-s, se si funksionote në një mënyrë tjetër, që ndalë ca rregulla që unë teknikisht nuk u merrsha me këtë, po u merrsha me programin orkestrës. Dhe faktikisht hyri ky koncert, dhe ky koncert për mua që aq sa që e fryrë në kuptimin për të realizuar diçka, aq na krijoi edhe shqetësime, më krijoi shqetësime të pa imagjinueshme brenda. Pse? Sepse ne me programin që ishte aty,
nuk dishim gjë dhe do të ishin shqetësuar, duhet thënë edhe kryetari i bashkisë shumë, sepse do të realizote gjithaj koncert që e mora vesh mrapa, pa djenin time, nuk dija fare. Dhe, sinqerisht, mora përsipër ca gjana për mos dështonte dhe vuna punën vi në mënyrën time të organizimit për momentin me sinqeritetin më të madh, pa hime pa se si e tek. Po pash këte, pse përmenda, pash këte sepse pash që ky aktivitet në krijoi qetësime se erdhën dhe thonë që tash hiqe këte dhe në vend këtij do vetë ky. Më fal, kjo s'kishte ndodhur 40 vjet, jo, 30, se një rast mund ta kemi pas edhe më përpara. Që këto si, thash, duhet hiqet ky në vend ti do viti bi ky, s'do përmend emra. Kjo s'ka për të ndodhur, thash, asnjëherë, kurrë. Kishe këte bine, ky që vjen me bë koncert, e din ku vjen? Po. Atëherë pritën do e ketë fantastike, siç i presim ne muzikantët e të ardhurit, por që të vi këtë më thojë mu, ky do luj, ky s'do luj, ose thonë si isha në pult, se po t'isha në pult, ky asyut e brenda, ishin tjerë. Megjithatë, unë se kisha fare këtë, po m'bote përshtypje kjo dhe këtu u futa në kontakt me më lart problemin. Jetë mirë dhe duhet ta kalojmë, duhet ta bëjmë dhe problemi është po këto gjëra nuk bën kështu, se këto se kanë idenë si funksionon orkestra. Si mund t'i thush një pjesëtarit orkestrës që ka 30 vjet që i bjen aty, që i ka bërë kush e di se sa koncerte, i këti se do vinë kushin i këtij, ose do i binë këtë tjetëri, ose kjo nuk bën, edhe kush, edhe këto ishin instrumentistat në më të mirë të orkestrës, pra të njoftën, figurat njoftën në Shkodër që kishin organizu kush e di se sa koncerte. Dhe këtu nërhyna në mënyrën më kështu të prerë dhe komunikova me lartë, se s'dosha të prisha dhe atmosferën e koncertit, por pash, dhe me thënë, një reagim, dhe me thënë, të jashtëzakonshëm që krijoi problemet mëdha, sepse kushdo me kanë edhe këtu ku jeni ju, thonë ti tash i mjaft me këtë, se s'do bësh më ti, po do vi ky ta bëj. Si që ka kjo? Nga keni pak, nga keni dhënë këtë. Dhe e gjithë ky shqetësim sigurisht që më ra mu mi kry. Dhe e kam ndjekur deri në sekondën e fundit, pse që mos kishte edhe një problem më të madh. Ky sikleti. Plus ishte edhe realizimi e tjerë. Pse përmenda? E përmenda se koncerti i parë që erdhi, pjesa tjetër politike, kuptova që ishte vizion tjetër. Dhe kishte njerëz që u ofenduan kaq shumë sa maestro, sa unë bëra një bisedë direkte me lart, edhe i thash tekstualisht, do ta them. Shkodranët kanë dinjitetin të parën që e kanë gjën më të rëndësishme në botë. Mos harroni, është dinjiteti. Atë vend që i bën. Dhe të vi një prej ans edhe të guxojë të thojë në orkestër që hiqe këtë se do vet ky, kjo me mund pult nuk ndodh. Ndodh me këto që në mënyrën se si e kalum dhe aty pash që të gjithë pjesa jonë që ishte këtu, bashkë me mund kry, mrapa sot arsyetoj që këtu Jetmiri është quajtur jo pjesë, dhe me thënë, po, më kanë politizuar si, ndoshta si person, bashkë me shumë vetë tjerë. Pse? Sot arsyetoj këtë. Sepse e para punës, pash mënyrën se si organizu, ku të paktën për i ftesë, që u quajë gjithë ushtria në kam, u quajë gjithë qeveria në kam, u quajë gjithë pushteti, s'na leqim me shku as me makinat tona, po një angazhim i sikur, në fakt se po them, papat kishte ardhur, nuk kisha parë shumë angazhim. Kështu më bote përshtypje, thoshe si është e mujtur. Nese më thanë a ke ftesë? Jo. Atëherë do të japim ftesë dhe shkova me gjithë gruan time pa në Qirok se ndjeksha edhe aktivitetin. Duhet ta them origjinal. E di ku më caktuan për herë të parë që më kishte ftu bashkia në orkestrën të cilën isha qenë krijues bashkë me këtë që të përmenda dhe atë shoqen tjetër që kishte bërë të flautit, që kishte bërë gjithë organizimin e orkestrës. Rralla një, karriga një te dera me gjithë gruan time që mbite zor me më se thoshi maestro, njëri maestro tjetër, sinqerisht. Po, disi as ai ishte i dron që merrte çfaqen, dhe pjesa më madhe ishin të ftuar prej Tiranës, da shoqata, da ne, kryesisht, e kupton, një pjesë kurse të vërtetët artistët që ishin, si ishin kërkum, dhe u detyrova, më thënë, a di çka ti më shoj, ngreu për këtu? Një të shkoj, një të marr taksin, sa ai që ishte 6.000 lekë nga Qiroka deri këtu ku jena na.
edhe ndërtrove tikja dhe pashtë çfarë bëshin këtu, më bani jashtëzakonisht përshtypje. Dhe sigurisht pjesa mrapa është edhe më dramatike. Pse? Vishin koncerte të rradhës, shifra asnjë interesim. Dhe ishin koncerte ku them të niveleve që po përgatishin. Njëri ishte i muzikës së filmit, që ishte i koncert 3 orë koncert që bote fjalë për muzikën e filmit shqiptar dhe muzikën e filmit të huaj. Dhe kur i tha që ne kemi në dorë këte, u shqetësu. Si? Po, ja me kemi, thini këtë doni, hajde ta bëjmë, janë ca lek për t'u hedh, e tjerë, se kemi të mujtu në anë po këne, si, thash? As një ndim. As një më arë me thonë, qej t'u bomër, në falë, a ke në i gjë, si e tek. Kjo fillojmë bëri përshtypje, që s'vite kërkush mu interesu se qëfar po bën ti. Kishim i gjërë kështë madhe ndorë, që sot, po ja them, tashi, po të shifni hyjenit medias, është i koncert i filmi që po bëhet në Tiranë, me X orkester, dhe kanë dhënë lajmërim një muaj para, thithojnë kush merr biletat më herë, 10% ulje e tjerë. Kur ne në Shkodër e kishim gatshëm në orkester, dhe vetëm në dote thjesht na ndihmu me nxjerrë në skenë. Megjithatë, ndodhi gjë tjetër. Ky ishte koncerti i dytë. Pra, koncerti i parë ishte marrëmends, qoftë edhe nga ana financiare. Koncerti i dytë atëherë u detyrova të thjeshtësoj programin. Dhe bëra vetëm një të pesën, do thotë vetëm muzikën e filmit shqiptar. Ç'ndodhi? Prit se po vjen dikush me mu, prit absolutisht. Ndodhi fatkeqësi që ndodhi me ato ngjarjet e mbytjes së atyre fëmijëve, sigurisht qelloi në atë moment, po koncerti jonë ishte koncert homazh, ku ne kishim kujtim laro, do të thënë që bote fjalë për ato fëmijë që ishte në koncert simfonik dhe i kemi bërë një nder asaj familje, unë nuk i njoh personalisht, po i kemi bërë nderat natë, me gjithë orkestrën, 1 minutë që majtëm heshtje me gjithë sallën, unë e kam të filmuar, doja transmetoj Shkodrës, ta ketë veç edhe atyre, që ashtu emocioni nuk kam parë një herë, dhe me thënë, edhe lojën e orkestrës për të nderuar edhe për të ullër sa do pak dhimin aty në njerëzve. Dhe, sinqerisht, 20 minuta për para, më thanë jetë mirë, nuk do kesh sallë, nuk do kesh to, pashi s'kisha as kërken. Nuk kisha as atë që kisha punu 3 muaj. Dojshin krejt i toja, nuk bëhet, ishin gati mos përbos, ishin limru kërkem bashkis, dhe dojshin vetëm që ti thojën s'bëhet. Unë këte, që të hethsha 3 muaj punë të orkestrës, që ju pagushin për këte punë. U pagushin, ta hethsha në tokë, ishte skandaloze. Atëherë bëra këte punë që mora vetëm një pjesë. Dhe nga kjo pjesë, mora, si që keni u kamerat sot, ato që dojnë gjizonin koncertin. Më thanë do i kesh, nuk merë. Ja futën kot. Dhe të rovi marë personalisht. Ka përshku ka marë 2 djemë thjesht Tiranet, të cilat i njifshe nga festivali, ishe pas festivale disa herë. Edhe sa ka marë, më thotë, e jetë mirë, thotë, ka marë nga Zvicës, lutem, i thash, mos më thuj jo, po do njësësh për Shkodër, më thuj sa bën pagesa, se aq djeshe që kishe pagese saktuar për këto që bëjnë mikrofonat për ngjizur orkestrën, edhe për të dëgjuar në sallë, i thash mos pyet një sa tek, po do ma bësh edhe do më vish në Shkodër me ba. Mirë, thotë, në 10 sate nëse më prit. Qa ndodhë? U bo koncerti, edhe sigurisht që pat i sukses shumë brënda, dhe mos ta harroj, ishte koncert me një shumë vogël, do thënë, s'po hynë në kështu, po absolutisht fare, por ai që ishte me të borç isha unë. Kisha hyrë 2 milion borç, 1,5 milion ishte kjo e fonis, dhe i 500.000 lekë do jepja ati që bën, quhet tek ne post-produksioni. Ai që hekte e bën këto, quhet post-produksion, dhe thash, me siguri do i rregullojmë mrapa, dhe më dhanë fjalën që do të japim, do të ashu, pra se ishte fjala për shtetit, dhe kur vjen puna 6 muaj, neta 4 muaj, po, e ketë sigur, njëri do, ja sa të gjejmë momentin, jo, fund, dhe që s'mi dhanë, por njëra borç, unë pensionist, njëra borç me bë aktivitetin e kësaj orkestra, se më vite keq, jo për një jasun, po t'ishe për lek këtu, as nolti që unë bisha t'lusha durët, prej Tiranet, prej 200.000 lekë shaqës, 200.000 lekë shkoshin naftë, sa herë kisha pro në shku marë. Pse përmenda?
E përmenda sepse që që ndodhë mrava. Ky koncerti që u fry shumë, ky ramlahi që u ba, ky s'ka asgjë sot, s'ka asnjë audio që me dash me pas, ore kosh koncerti, kush s'dihet, vetëm i lajmërim këtu edhe kanë bërë dhe gjë skandaloze që në vend ti ky që kënon, vend që me kanë orkestra jonë, që kanë vu orkestrën e Stamolc. Më ka shku mende mu feju orkestra Stamolc. Në vend orkestrës Stamolc dalin shqiptar orkestra jonë lun. Kënej mrapa audio e Stamolc. Kulmi nuk kishte ndodhur një herë, tham, a jeni këtu? Po si mundën e mi bëk të punë? Që unë të luajmë orkestrën, ju do vejnë orkestrën e Vjenës? Po që do thojnë ato për ne? Ato, shive, ju e dini filmin tuaj ti, atë aparaturën tënde, kush i bën te ki vjen. Ishte një idiotizëm brenda stafit. Dhe pse po përmend? Sigurisht që fitova diçka. Shihni këtë që kam këtu? Fal. Ky është kompakt disku i muzikës filmit, me muzikë shqiptare, i parë i orkestrës simfonike të Shkodrës. Këtë fitova sigurisht me këtë rast. Do thush si e të mirë, si, me dëshirën e madhe për të dhënë ato mundësi që kishim dhe për të bërë atë që i bëm. Dhe çdo koncert që kemi bërë është i reklamuar, është në çdo media, s'po them YouTube e këto, dhe s'ka nevojë t'ju them, hyni dhe shifeni se çfarë flitet për orkestrën e Shkodrës. Tani, i përmend në këto raste, sepse deri në momentin e fundit ishte koncerti tjetër, që ishte i radhës, s'po them, më keq. Asnjë person për luleborën, asnjë ndim e të mërshme dhe shkoshin që kemi probleme me orkestrën. I thash, po si e keni bërë këtë? Po mirë, ju e dini që orkestra ishte, që me thënë, lulebora të shtunën, kishte nxjerrë shpallje, dhe 5 ditë të orkestrës kisha kohë për të bërë luleborën kur s'kisha asnjë njeri. Po mirë, ju e keni lajmëruar njerëzit? Po janë lajmëruar kur muzikantët më thoshin s'dim gjë fare, më s'është na ka thënë gjë kush. Po mirë, po si do e bëni ju? Këto ne si kemi në punë njerëzit, që kemi ne tonët, që ti themi, hadeni tash tanë, fillojmë, janë në përpunë të veta, njëri atje, tjetëri në radio, tjetëri këtu. Si do e bëni? Po ja, do fillojmë që mos i marrim, më falë, s'bëjnë asgjë. A dimi çaj me që kam bërë? Me kalamajt. E dini ato çuna, di keni patur çuna të ri që kam në orkestër? Janë ato, sepse të tjerët ishin gjitha zhënuar, shoqënisht. Ti, Fatmir, do vish për, lutem, të hanën do vish mas ditë për hatrin tim, ta paguajnë rrugën, nese, më në fund, arrita të dalë disin. Dam, sepse sigurisht nuk duhet të jem modest, eksperienca bën punën e vetë, unë e di si bëhen festivalet, sepse mund të jeti 51 festival që bëj, por duhet të thënë vërtetën. Qëllimi ishte që orkestra shpengjes, orkestra nuk, sa herë kemi koncert me orkestra ka probleme të mëdha, sikur këto kishin ardhur orkestra i qanin gjithë hallet e orkestrës dhe nuk e dinin se çdo të thote të menaxhoje vetëm, ishe në pozicionin tim të menaxhoje orkestrën në kushtet që ishim ne. U zgjata pak sa, sepse jam edhe pak të tregoj të vërtetën. Kjo histori që e treta, atëherë kuptova që këto prishin që unë t'ike, që të thoja, më falni, pa truni, më falni me shprehjen, una. Kjo ishte sigurt, ishte vunë plan, që ky s'është pjesë e jona, është t'reguj, mundësisht në këtë mënyrë, se kështu mënyrë që kishin të vështirë nga ana kështu. Dhe që ndodhi? Ndodhi koncerti i fundit ndërmendje. Te koncerti ndërmendje, po ju them, s'kisha as udhëheqjen artistik, deri ditën e fundit kishte problemet e veta, s'kisha asnjë nga përfaqësuesit e bashkisë. Mu do të bëja dritat në iqimin, mu do të bëja vendosjen e orkestrës, vendosjen e podeve, nga do rri kori, nga do rrin kalamajt, nga do hyn këngëtari, nga do... Fal, i kisha kalu këto gjëra, e disha situatën, po sinqerisht me botë përshtypje, që si ka mundësi që nuk kam një ndihmë në këtë aspekt. Si përfundim, prapë zutje modest, ja dolme. E bëm, me shumë sukses. Doli, por unë kisha shumë pretendime tjera, djetë. Tani që ndodhë, mas kësaj historie të suksesme, shku mu shlodhi qikë se i që ditë të vitit ri, kur dëgjoj konkurs, orkestra konkurs, me thënë drejtën, tjesh drejtor artistik i një orkestre, dhe të marrish vesh 2 ditë para që mas 2 ditëve ka konkurs, kjo ishte të mërshme. Kjo ishte të mërshme. Si, konkurs? Po, s'disha gjë fare. Po për që?
kemi rregull që ne duhet jemi në rregull, që ne të zbatojmë të vëmë gjëra në Shina, që ne bëjmë kontratat e reja, tu kanë marru kontratat dhe bëjmë konkurs me të gjithë, sepse kemi ankesa, na kanë ardhur ankesa, kemi kërkesa që të futen në orkestra etj dhe duhet bëjmë konkurs sipas rregullit etj. Me thonë drejtën miku Truni. Edhe i thashim falni se ishim gjithë stafi, se sekret ta them. Gjithë stafi. E para konkurs për të bërë duhet minimumi me lejmëru njerëzit një muaj para. E dyta për të bërë një konkurs, i thash, duhen programet veçanta për atë që bëhet konkursi. E treta, nuk ka nollë një herë që të bësh konkurs me gjithë orkestrën. Bën konkurs për ato që ke nevojë. S'ka nollë as në radio, as në opera, në as një vend botës nuk nollë kjo. Nollë vetëm për ato që dikush den pension, dikush ikën nga vendi, dikush nuk ka qef të vi ma, janë shumë arsye dhe atëherë drejtori artistik jep alarmin dhe thot kam nevojë për këto vende, edhe pse jo, por ti bësh konkurs Tinka Kurtit, më falni që po marr shembull këtë, për me hyrë në dram, kjo ishte të mëshme. Dhe me thënë, kishe 30 vjetë ka kush është Tinka Kurti, ose po marr Zyli Hamilotin. Ti thush Zyli, do vish të bësh konkurs që të futesh në estradë. Tash kush e kupton këtë punë, se ato nuk e kuptojnë. Ato janë niveli më i ulët që mund të kem parë i stafit që ka në bashki me kulturën. Nivel zero. Këtë duhet ta them, që ta marrë vesh mire, që punën e parë që duhet bëj, edhe kur mos të jem unë, duhet çutu ki komplet stafin që ka. Komplet jashtë niveli. Atëherë i thash, më falni, anullojeni. Se s'ka si të bëhet shumë. Që të marrë unë, instrumentistë janë të radio, që kanë 30 vjetë që i binë, që ti them, hajde të lutem me bëj konkurs që do futesh në orkestrën e Shkodrës, kur ato vinin me dhe që ti kërkojshim faleminderit që ju në animoni, që vini prej ans, në shinj, në breshen, kështu, ishte të mërshme dhe komunikimi me orkestrën, po të kishin një gjuar, këto që i kanë bërë këtë punë në këtë mënyrë, ishte për të arkesh. Maestro, ç'ka ndonë, ç'është ky pullallik, maestro, mos ta uni kaq poshtë, maestro. Maestro, na vim vetëm për hatin tanë, sepse kjo që bëhet është një skandal. Më fali mirë. Tani që ndodhë. E pash që këtu ishin zero dhe do të dështote çdo gjë. Faktikisht do të dështote çdo gjë. Pse? Se si ditë kur kush për zot. Ti ke po konkursin, shko ti. Që i ke dhënë urdhën, po? Bëje. Mirë po, nuk kisha hallin se do bëte konkursi. Po dështojmë, problemi ishte këtu. Që mirë po e bëjmë, po, që ti themi këtyre që do lujnë, që të lujnë. Aty pat edhe ironi, pat edhe në Itali, njajnë e erë dhe i lujti për shembull, për më dhenë. Mirë po, e lujti kaq mirë, sa i thash, bravo, të lumë, i gra kaq bukur, hajde këtu i thë. E dhja që i kishte me ironia të punë, se s'kishte faj. Nese temperatura -1, atëherë kur pa që këto, dunë me vepru kështu për shumë arsye tjera, atëherë i kalova, bam, se i njifsha gjithë. I thash digjo, do marrë përsi për konkursin që ti të rregullosh këto gjëra. Që orkestra thonë 7 mo 8 muaj, si që kanë bërë, nga 10 muaj t'i bin orkestrës të heqin 2 muaj, dhe pjesat, një pjesë tjetë 20 veta, dhe pjesa tjetër tjetë me kontrata 8 mujorëshe, dhe pjesa tjetër t'ishte me kontrata 3 mujore, dhe t'i marim, t'i vejmë frikë aty, të ketë rregullt, që të kenë frikë ato, që këto 3 mujore kush nuk vjen t'i heqim dhe të marim, si dumë ne, s'ka rëndësia janë të Shkodrës, ne dumë më të mirë tu, t'jenë prej Sarandet, t'jenë prej Firit, t'jenë... I thë, si, orkestra në ratë parë që Shkodrës. Këtu s'jam me ju. E kanë Shkodran, të parët kanë drejtë Shkodran, masanej, kur s'kanë patë Shkodran, kanë manovru me që janë tjerë. Do thush që ja kanë e Shkodran që është anku, më falë. Mund të ketë edhe një rast, po së dinë vërtetën. E vërteta se më kanë bakë, edhe ato që kanë dashmi marë, kanë pas probleme dhe i kam thënë që këto duhet vinë, këtë duhet vinë, kam dash vetëm kanë thënë këto jo. Së duhet dalë me emra, më kanë thënë këtë jo, këto jo, që i kanë edhe lidhje ndoshta. S'po jap emra, se s'ja vlen. Ato s'di gjë, po fakti ky është. Që unë elementi Shkodran, edhe ati që kishte drejt, sigurisht që do amroja dhe hyna në konkurs që ky kuptonte që unë do kaloj këtë budallik këtyre, por që të realizonin këtë pjesën tjetër. Plotësonin këto kushte që kishte këto gafa që kishin bërë, pa lejmëru kërkën, mbledhje diku me një tuf tjetër që janë militant që i majnë mbledhje atje, që janë ca
ca lëpirë sa që i mësojnë se çfarë duhet me bo, sepse jetë mirë e ka bo prej vat, jetë mirë kështu e kështu, dhe e qunë këtë denegje që bëhet deri tani. Është i treti muj orkestrës ka fillu tash ç'a bëjnë? Ç'a ndodhi? Se tu ta them vërtet. Mas ju ka përsy kjo punë, kuptova që ishte një shqetësim tepër i madh. Edhe ajo që i shqetësonte ishte autoriteti im. Nuk ishte problemi, kështu si shkoj, them shumë mirë. Problemi është mos nxjerr diçka. Që marrë konkursi dhe u doshin bërë këto pikët e konkursit. Ç'ndodhi? Tha mu, të bëhet kjo 20 vjetë, që nuk ka orkestrë në botë, që të ketë 20 veta këtu, dhe të 30-të të vinë me radhë. Orkestra është një ansambël, i cili funksionon bashkë, dhe këto është si një ekip që duhet mësohet luaj mbrojtësi me sulmuesin, nuk mund marrësh për një rast një tjetër, të cilin ishte një praktikë që unë e kisha themelu vetë në Filharmoninë e Elbasanit, ata kishin vetëm harqet, që e bëra me radio televizion, në këtë formë fillun e marrin ma vonë tjerët, por ishte një fatal për Shkodër. Që ndodhi? Pata përplasje shumë mëdha. Në këtë pikë, me gjithë presionet e mëdha që ndodhen, s'po hi deri këtu. Në këtë pikë unë nuk tolerova. Nuk ndodhi, thash. Jetmir Vërgullushit pranoj këtë dhe bëj firmë për këto që keni ju. S'po them për budalliqet tjera partjake, të cilët me vite jo keq, por presionet atilla që kjo që është partjake, që ishte fitu konkursin, kjo duhet t'hishet dhe në vend kësaj të vi një tjetër, duhet hejë. Si thatë ju? Pa. Me mu, unë se kam botë është 60 vjetë, dhe u bëj për ju. Kjo së ndodhi dhe historikisht ka për ndodhë. Le dali kushtë. Personalitete që janë sot që drejtojnë, s'ja vemër se s'du t'japë, se janë fëmijë tanë. Por, nga ana tjetër, kishin nga tru Jetmirë. Nuk dinin që Jetmiri asja ka, kur jam mësu me kalu dalgët e vështirat, me sekretarët parë, me antar byrojet, me koncerte shumë të rënda në atë kohë që së bëte fjalë për leta, së bëte fjalë që post realizoje e dje që përfundoje, a di si më duksin këto mund që sharak. Unë të bëj këte, që kjo është më zoja dhe t'i them se do jetë kjo, se kjo është për partinë që ose kene gjë që i ka bërë një gabim, hiqe. Ka bërë një shkelje, hiqe, ti e pirmose. Po unë këte se bëj kur. Mbjerë një që është më mirë se kjo, që zotron instrumentin, atëherë, po, unë jam vetëm më artin me kulturën. Pse ju kam thirë sot? Arsyeja është pikërisht kjo, se cilin që bën këto? Këto bën të pa bërën. Kjo ngjarje që së nxjerrshin konkursin kënej, shtyshin kënej, e mori media ndorë. E morën partit. Përfulloj, PD-ja, Këshilli Bashkiak, PS-ja mrapa, 4 PD-ja, me të drejtën e shpirtit, mund vite jashtëzakonisht keq. Që orkestra simfonike, që sa po e bom me shumë sakrifica, kishte përfunduar në dorë të politikës. Dhe u merrnin, jepnin llogari aty sa drejtoresha që kanë aty, që kur i shifshe, mu dukshin se ato nxënësit e dopt, që s'kishin as zë, që i thot Zyrësha, shumë dopt, 5. Se s'dishin ka me amajt, në vite keq që kishin përfunduar orkestrantët në politikë. Tash këtu në Hyun. Zgjidhja që bën, nga se s'dishin që bëshin, ishte kjo. Jetmirit, parim Jetmirin. Bam, si po bëjmë, pa lejmërim pa gjë, caktoj një kolege nderuar që është jashtë, edhe unë e marrë vesh nga Facebooku që në vendin tim, ka ardhur kjo kolege që është shumë e re, nga ne. Tash unë me kolegët s'kam folë kurrë, as jam marrë me kolegët historikisht. Por një gjë duhet ndërhyjë të them. Ku jam prekur? Unë jam prek këtu. Unë duke kanë djalë Shkodre, me vite, unë e di historinë e artit shkodran. Dikur i kanë vrarë, i kanë therë, i kanë futur në tokë. Shifni mirë, dëgjoni mirë. Dhe unë ato që kanë qenë muzikantat mëdhej, që sot një brez edhe nuk i njohin, qysh me koncertin e parë, sidomos tanës andej, i kam marrë dhe i kam çu nga vorri, i kam vënë skenë, që ti marrin veç çfarë tradite ka Shkodra. Pse? S'ja marrë me politikën. As kam shaken, thash, në 3 anët kam shok, kam miq, kam mendimet e mia, por që të ngatroj këte, me politikën se kam bërë kurrë. Këto nuk munden me shkel artistët shkodran me i futullek të pa justifikueshëm,
me një paturpsi, ti thoi një të mirë Lushit, as i fjalë, po kemi zëvendësu se ti ndoshta du mbime dhe më të mirë se ty, ti s'po i them fjalë se s'duhet nxjerrë budalliqet e tyre, por në fakt me majtën vetëm eksperienca, qetësia që kisha nga eksperienca, po që të shkelin me këmbë sot, që është kjo situatë që të thojnë, të bëjnë rrafsh për tokë duke qenë gjallë, thojnë, zhduku ty se ti si, kjo është me shtyp për zjallit, njerëz e Zot, njerëz janë në për kryesor të artit, para ne kam dalë të unë, misionin tim, që është e pafaqshme. Jemi ne bëjmë si duam ne vendosim kështu me diktatorën e dikushme që është turp t'ia thush kuj, kupton? Dhe pa i thënë të mirë që dëgjoj të mirë. Kushdo qoftë, mund të thonte, unë kam mendim tjetër, e përsit edhe i herë, mendoj që është më mirë kështu si them unë, që kam pasë raste në jetë, por pa lejmëru, me një ofendim kështu, edhe de facto, unë gjinda para një presioni shumë madh se nuk kishin marrë vetëm gjithë orkestra. S'ka më thuj nga kush orkestrant nuk më ka marrë telefon që ishin të shqetësuar, po më kanë marrë prej tanë Shqipnisë, më marrë prej Vlonet, më marrë prej Sarandet. Ma i si është puna se s'po marrin vesh. Morë edhe ne gazetarë shkodi, a është e vërtet jetë mirë, është vërtet. Ta që kush është vërteta? Vërteta është që stafi që kanë tonë s'do futen, a kupton, thash fatkesi e madhe janë nivelet tulta. Dhe ato që janë aty, po e marrë me emra, ajo Mloja, kush është, ajo që ishte kundërshtarja parë orkestrës simfonike, që njëtë vetë din me bë, vetëm me caktu, ti do ulesh këtu, ti do ulesh këtu, dhe ti do ulesh këtu, se s'din asgjë tjetër, ajo merret me artin e kulturën dhe kundër orkestrës, sa është ky orkestra shkrimi i parë është bërë për asaj. Dhe ajo ka shkatruar gjithë këtë punë që është bërë sot, është një iniciatorët bashkë me ato jena tjera mrapa që e fryn dhe kanë arritë në këtë gradë ku janë sot. Dola me emra sepse duhet me dalë me a thënë troq, ose edhe aty në jenave që i përmenda. Pse? Sepse ato janë njerëz pa aftë paralizuar, të cilët s'kan kurrë të vinë aty, t'i binë, si puna ti Lorenzo Sadovani, që më hedh gurin, më shef dorën, me emra. Ai ka qenë personi parë që është lutur të vinë orkestër, ai Shkodrani, për me kriju orkestrën simfonike. Nuk ka pranuar. Plus ka thënë, nuk jam. E dyta, jo vetëm s'jam, por kanë filluar ta pengojnë, me mënyrat nga monstruoze. Para mrapa, dhe me paftërsi dalin atje, thojnë, ç'është Jetmiri? Pse? Arsyeja, din kush është? Arsyeja është se Jetmiri na ka prish punë, se na ka hek, na ka mbledhur orkestra, na ka hek gjithë ato koncerte që ato kanë bërë që s'kan lënë asgjë në prapavi, nuk ke koncert 30 vjet hapish, çfarë ka orkestra Shkodrës, a di që gjen? Po, gjen bandën. Pse kanë bërë? Sepse kanë pas interesa financiare, janë mësu me marë, në shoqas, në shoqas. I kanë thënë, bëni transparencë. Këto muzikantët që i kanë përballë, nuk guxoni ju tallen me këto. Të paktën bëjnë transparencë me këto. Pse? Sepse shifsha që këto soj që kishin këto interesa, që ta prishnin këtë punë, dhe ç'a bënin? Nuk vinin në Shkodër, shkonin e i binin Vegles, këtej që përmenda, shkote i bitën Korçë. Shkote i bita andej. Më fliste për shokun e vetë. Fliste për mu që Jetmiri mos na bini këtu, të Shkodranet që mu për fat keq vishin mi thonin gjithë. Dhe këtë do ta merrsha unë se donte dikush me bë, me marr edhe me ti lëpim ti. Më fal se po them. Këto lloj këto kanë arrit me nda politikisht artistët. Prandaj i kam mbledh sot. Është fatale për Shkodrën që të ndahen nga ana politike artistat. Do thotë unë pavarësisht se fola për këto 2-3, këto prap janë njerëz si unë, kam bashkëpunu, kam histori, nuk ma i nade, sepse ky problem është i tyre, si është i jemi. Problemin maj këte, që më vjen keq që Shkodra është e politizuar në art dhe në kulturë. Këta janë PD-s, këta janë PS-s. Dhe këte punë, kërcitjet në orkestër, prandaj ndodhë edhe me konkursin. Që unë orkestër që luaj, se koncert ndërkombëtar, këto Beethovenin, këto, ose Mozartin, duhen ta bëjnë socialist, Mozartin socialist, edhe Beethoven ta bëjmë me socialdemokratën. Kemi edhe Haydnin, kemi atë, mos është me ato drejta që janë, edhe ku të jetë mirë barburush. Dijoni këtu. Unë, shpirti jam i sinqert, si thash edhe herë. Nuk
ka për të novë, as 900 do të isha unë, e s'kam leju që kush të merresh me politikë në orkestër. Nuk ka nëllë e herë, edhe aty ku kam qenë, nuk ka nëllë e herë. Unë kam miq socialist pa fund që njoftë. Me të vërtet, për jo them. S'po them krahu tjetër, mjafton vidi kur shkoj ditë të hy të këto, të gjithë profesor njëri, profesor tjetër. Tani vjen ky, që s'po hy të kështu, që kisha një relacion shumë të mirë dhe në besë shumë gjërave, me sinqeritetin më të madh, dhe me një tërën lapsi të bën lejmrim kështu dhe mus më thot asgjë. Dhe them këtit që do kujtosh një gjë. Jetmir Barbulluçi ka realizu misionin e vet, qoftë si muzikant, dhe do të them edhe këtë tjetrën, në lidhje me Filharmoninë e Shkodrës. Zarma eme, kemi vënë Çinat. Unë kam qenë iniciator, ekzekutues ka qenë ai kryetari që ja thash s'kam lidhje me te si parti, po ai Barspahia e ka kriju dha mundësinë që të filloj, dhe ajo flautiste që këto deshen me hek, që ishte punojse tia, që ka bë punën në mënyrë shkëlqyeshme për krijimin e orkestrës. Këta janë tresha e cila ka çu gjithë Shkodrën për këtë punë. Dhe tani këto duan me më thonë, duan me ngathruje të mirin me politikën, unë marshin e Radeskit e kam drejtu njësoj si kam drejtu për Barspahin, që ja çu gjithë sfavën kam, e kam drejtu edhe për Benet Becin. Mos guxoni artistët Shkodran t'i shkelni me kam, nuk mundeni. Unë e kam kry misionin e vetë, kam vënë Çinat, kam vënë edhe ato trenat, gazë, se kush jep lokomotivës, për mu, pakanësi ka. Unë kam realizu dhe kam thënë që Shkodra, si qytet që jemi, me traditat që kemi, me kompozitor që kemi rastin, kemi të drejten të barazohemi i shtet, jo europian, po nga më të zhvilluarit, sepse kemi faktikisht, de facto, me vepra me kështu, dhe të krenohemi dhe duhet të shkojmë drejt orkestrë profesioniste, që gjithë të të rritë që i shifni ju, që i kam unë në orkestrë, që dikush i bjen lokal, e shumë të rritë tjerë të cilët shkojnë e punojnë, që unë kam sunut, i kam pru në konkurs, duhet të them atë konkurs, shumica kanë arë prej meje. Po të kisha thënë që ju s'do vini, as nisi vite në konkurs, tjeni binur, ja po ja them me firmë. Dhe, përse? Për t'i mbledhur, sepse Shkodra ka pësuar shumë gjatë tyre 30 sa vjetëve. Dhe fali që unë ju marrë ka gjatë edhe shpreha një panoram, por ja vlen që kur të merren me artistët e Shkodrës, qofshin nga çdo palë, edhe vëgdej, mos guxojnë prekin ardhin Shkodran. Do të them edhe dy llave tjera. Pse? Sepse këto, dhe që të pysin specialistat se si duhet në bërë, tek duhet në bërë, këto ky ka bërë një veprim politik, një krim politik, majnë me në shifni mirë, krim politik duke hekur një muzikant apolitik, që jam unë. Nuk e di, jam i qartë. Dakor? Dhe, prandaj ndërhyun, se unë e kam kry misionin. Dhe, kjo histori, më vjen keq që të bëjnë ashtë i koncertesh më falë, po ja nis nga i koncerti teatrit, se po të kishin pyet, nuk dhe kisha leju, dhe kisha thënë thjesht mendimin tim muzikor ju bëjni, që vjen orkestër nga Tirana, vinë shoqata nga Tirana, dhe një dy kështu artisti me Zor Rishin, që s'kan lidhje me këngën popullore shkodrane, mbledhe një orkestrin me të ri atje që i bin slavçe, marrë një dy këngëtarë që janë detyruar për mi thënë, po vim se s'kemi gati ja majmë, ullën e pin me tavolina mund mes të teatrit, se besoj e kini ndjekur, ullën e pin me mezet më të shtrejta, që vinë prej Velipojet e lahen aty në Velipoje dhe vinë, kjo që erdhëm se jena këtu, dhe Shkodranet, të rrethum me, qa është aja, si quhet e kur thojnë, shpeshon, kujdes se këtu rrezik krimi, që me thënë, i venat rrethimin dhe Shkodranët të u pa, Shkodranët e vërtet shkrejtë të u pa mrapa. Të kënu këngë Shkodrane, ma keses i kanë kënu para 30 vjetëve. Sinqerisht mbi keq. Sinqerisht për atë pafësinë e këtyne, kujtoshin s'po bashkë diçka të bukur, edhe rrinë e bën ata çfaqe super ignorante te bashkia. Tu pru të ri e tu i fut aty pa kontroll, pa kur fare repertori, s'po hi për më gjatë, por më vjen keq që ajo rini shkon aty dhe edukohet me atë mënyrë, pse? Se ka një staf zero. Edhe na merr edhe nga Korça, e nga merr atë nga Klani që ka ai.
Pandeliu, se s'ka shkodran me bërë të punë që e din, që e njofin, që i ka aty, që janë mjeshtra, ndaç në piktur, ndaç në skulptur, ndaç në muzikë që ti thonë, hajde këtu i mjeshtër po, që të bëhet kjo duhet kështu. Që mos bëjnë atë bullallik që kanë vuar aty në kry, që është ajo miu, jo miu, bir miu, që është ajo hekri, që e kanë vuar në Shkodër. Dhe unë nuk jam piktor, por kam shok që kam marrë, më thënë jetë mirë, të lutem. Mankohen ato për këtë, ajo kanë thirrën absolutisht. Tani, unë e mbylla dhe të them. Jetë mirë Rullushi, veç që të bote 5 gola, këtu, kam bërë 1. 4 s'ndarë me bërë. Majni mend, edhe 4 tjerë, orkestrë e Shkodrit dhe që, lartë dhe më lartë. Do i rralla dhe këtyre do i bëjt fala. Jo vetëm për këtu, po edhe për aty në orkestrë prestigjioze që do e në jashtë. I them, keni të fala nga unë. Dakor? Në smerën fare me PSPD. Unë jam partia e artit. Te partia e artit s'ka as dallim feje, as ka hine, as ideje. Ka Shkodër loce. Dakor? Edhe ato që kanë votu kundra, ose kanë pas një klikim, kështu që i kanë bërë 1000 dere, i kanë lyt veprat, pavarësisht a dasht fillimisht me më ngushëllu mu, me më thanë, maestro, plum për punën që ki ba, pa presim shumë, s'kam absolutisht. Edhe ato, unë nuk i gjykoj, po më vjen keq që këtu zgudzojnë me bo këtë punë. Me thënë, me vu grushtin, do bëni kështu si them unë, se unë di edhe do bëni kështu. Harroj. Dakor? Dhe mendoj që s'kam lanë e pi kanë folë shumë, pse? Se du miseru gjanat, edhe ma ato që mendojnë se s'du që të mendojnë kush për politiket, kam binet e mija, dhe për muzikën, më falë, e kam të trashëguar për këtij vend, këtu ku jena shef, Shkodrës. Tu jam rrit, tu kam histori. Prandaj unë vi pa interes, s'kam interesa. Unë zbam palë, për qa? Për 2 lekë, për 3 lekë, s'nollë. Kur e zemër mërën, këta tjera janë kodë. Ju falënderoj shumë. Pra, profesor, që një heqje politike përfundimisht? Këtë timen, dëgjo, këte merret si dushti, po kanë bërë ngatrim shumë të madh. Që Jetmirin e kanë ngatru me palën tjetër. E kanë qujt klauzol të asaj se ato din mirë, që ato nuk janë krijuesit të orkestrës. Këta ato e din mirë, po kanë ngatru Jetmirin. Jetmiri nuk ka lidhje se ka qillu atyre që e kanë bërë ato, din që se kanë bërë vetë. Por du ta them edhe këte, që fillimisht, ky që është sot, Benet Beci, dha parat për orkestrën dhe bëri hapin e parë që e kërkova unë me ngulm, sepse që i të funksionate. Duhet asjaroj edhe këte. Dhe, sinqerisht, besova vetëm të ky njeri. Në shkuptim, se nuk u mersha, ju a them troq, nuk u mersha me pjesën tjetër mrapa, se e dishe se çfarë kontrapunti kishte Shkodra. Mjafton ndeshën pjacë, gjirën, thonë, maestro, ka marrë fund Shkodra, dëgjosh e këtu ishte film. Edhe ke herë u kënaqem me këtë histori. Por, fakti është kështu, që kjo histori është kretë thjesht, që këto gabuan tek unë, që s'kishte lidhje Jetmiri me politikën, por ishte një njeri korrekt, dhe s'do gjej kur më të mirë se muaj. Vazhdoj edhe një 10 vetë, sepse nuk kishte interesa politike. Por duhet them dhe këte, që unë edhe duar trokitjet e Shkodrës, unë i jof me vesh, do thoi në njeri, si është e mujtë në mirë. Ja, unë i jof me vesh, kur janë demokrate, kur janë socialiste, kur janë social-demokrate, i jof ka veç, i jof me lexu gazetën. Por më vjen keq për i gjë, që atmosfera ka qenë tjetër, tret, ku ishin dhe ai që ka qenë kryetar bashkisë, du ta përmend, edhe i herë po e them, se du ta them, Jetmir Babullushi tha, dëgjoj. Se unë i kërkova për të njëjtën gjë, që ti çonte parat orkestrit, bjetonte. Se nuk mund vinë kush, me të lago borrin prej Tiranës, me të lago borrin të japish 80.000 lekë, vit 8 herë në muaj në Shkodër, nuk do. Është bullallik. Atëherë që të funksionohet, u do të kështu. Jetmir Babullushi më maj orkestrën këtu ku e ke, në qendër, sepse unë kam më tepër se ç'mendon ti. Ti mendon deri këtu, po unë mendoj edhe më tepër. Nga kjo fjalë, unë kam rru, domethënë, kuadër këtu. Kto si duket sinqerisht e kam respektu shumë të që është, kisha lloj besimi, për fat keq, stafi që ka ky dhe nivelit që janë aty,
janë qesharak. Ilda Laro përse ju ka kontaktuar, kemi folë me të? Elda Laro, Pas kësaj, jo, Elda Laro, nga Elda Laro mora veshun që kjo është bërë drejtore artistike, po Elda Laro kisa ardhe të ky koncerti tjetër i Ramlahit, nga këto, sepse janë lidhje edhe shoqërore, por ajo një vajzë shkodrane, shumë e talentuar, dhe një vajzë me gjithmonë e talentuar, që ka jetuar atje, dhe sigurisht është duhet ta them, në drejtim të duhur, po ka rrugë shumë gjatë për bërë, por nuk ka kontaktuar kështu personalisht, por tash shpar, por shifsha një klikim që kishte pëlqyer dikun se e tha që herë, unë me Elda Laron, unë kam kënaqësi tjetë, dhe jo vetëm Elda Lara, po tjetë edhe më të mirë se unë, në kuptimin e trive. Dakord? Se ky zanat që i kam unë do, është kështu, është not që mësohet ndedhje, tha unë. Sa më vitet kesh, aq më tepër kupton. Dakord? Pra pse thashte, unë edhe në Tiranë kur kam kenë, të gjithë shfaqjet e të hujve, që këto i quajnë koncert ndërkombëtar, si më thanë, do vi filani nga jashtë edhe kujtojnë se çfarë bëhet. Kuptimin e mirë. Unë kam pregadit të gjithë koncertet e gjithë dirigentëve botëror që kanë ardhur në radio e televizion për 32 vjet me radhë. I ka pregadit ky shoku këtu. Dhe nuk kam asgjë me ato muzikantë që sinqerisht ka një farë. Dhe muzikantët më të zot që kam has në jetë time, që sot i kam miq, duhet ta dini, që kam lidhje me s'është mas ma qunë kush për me në mëllësi, me figura shumë të mëdha botërore dhe kur flasin këj herë, mund vjen zora me komuniku se flasin me superlativa, por nuk gjykoj fare, uroj mire ma mirë, sepse tha që herë, unë shinat i kam dhënë dhe nuk më intereson se çfarë do bëjnë këto se s'është në dorën time. Dakor? Nuk e di, më e kuptua. Dhe këto tjerat pase që hynë me diskutu për kolegët për këta, unë si natyrë nuk kam diskutu kur për kolegët një jetën time. Kur. Kushdo qoftë edhe atë vajzë e konsideroj vajzë shkodrane, kolege, i them. Kolege. Dakor? Lena edhe koshta qefin e vetë, por gjithkush kur flet diçka, do me thonë, sigurisht që janë zot ta bëjnë, bërë. Dakor? Nuk kam asnjë, edhe ma kuptoni ato që marrin vesh, pse, se kam kriju, e kam mbaru misionin, e them edhe i herë. Dhe me thënë, e kam kryu ati që kam dash me bo. E kam fut Shkodrën atë rrugë ku duhet, dhe keni për të pa, sepse këto egot politike, për janë nxjerrë edhe këte sekret, që ta që jemi nene, do bëjmë këte, se që do bëjmë këto? Do bëjmë po të njëjtin takt si që kanë bërë me atë qeverin që ishte më përpara. Atyre si jepshin lek, edhe ato që këtë, që do bëjmë? Si do drejtorin ata? Ato këste punë bënë edhe me mu një vit, më lanë pa asindim, dhe thanë ky lutari këti s'ka ka i, ky do i vetë, unë si ka. Këtu nuk e hangra këte që ti kësha. Qa të bëjnë? Do hedhin lek. Mirë për kjo është të të mirë në orkestrës, që shala e bëjnë profesioniste, po e bëjnë profesioniste, se këshu do vijë, mos vishin këto, do bëjnë ato tjerët. Por ne e nisëm. Dhe unë këtu tha që kam kuj misionin si Shkodran, dakor? Më kuptuat bese? Mund drejtohet nga larg orkestra? Si? Mund drejtohet nga larg orkestra, ku është Elda? Tash nuk do futem në thellësi, po du di gjë, që unë që kam marrë këtu kam pas favor. Shiki shtëpinë time që është e vjetra, me vite, këtu, kam pas favor që i kam marrë në shtëpinë time, kam dhe hapshe derën, hapshe dhe pexherën, sepse merrte ajër, shtëpia dhe, qëve, na kena edhe këtë knaqësinë tonë që këta këta pemse, etj tjera s'ka hiç. Nese, këtu marrë frymun. Edhe në i lek tjetër që, po dhe them që unë jam pensionist, s'kam marrë asnjë lëvdat nga shteti jem, po ju them edhe nga dy gjëra sekret, dhe ta një gjë në gjithë Shqipëria, e di që kam kërku si kushdo tjetër një pension, dhe e kanë aprovu ato, nuk e kam ashtu, që e ka ai që është kryeministri i Shqipërisë e ka përpara, është nga 2 vjet, si duket të shef emrin e të mirit, po si duket si bën përshtypje. Dhe sigurisht kam edhe një tjetër propozim, jo se kam kërku unë, po që është institucionit tim ku kam punuar 32 vjet, 2 vjet presidencë që ka propozu ato, jo unë, për nderi kombit. Tani, do të them 2 gjëra edhe këtyre distanceve, me gjithë respektin e madh personal që kam për pozicionet e tyre, sepse unë si natyrë respektoj shumë postin. Kushdo qofsh armiku jem,
jenë post, unë e respektoj. Edhe që është artist atje që drejton si kryeministër, e ka gen artisti, e merr vesh do të thotë arti, edhe që është president, unë nuk ato letrat majni pini longën. Unë s'merr me letrat, s'më interesojnë fare. Unë i kam de facto gjërat, janë të dokumentura, por nuk ju falet. Asnjërit. Shkodër kontribut qysh në 9 vjeç kam marrë ato që i thojnë meritat, turdukitet më të mëdha të atet me gjeni kam marrë pre qysh fëmijë. Dhe kam marrë satisfaksionet që rrallë muzikant ka pas fat tiket, kam bashkëpunime, do të flasë për veten, me tanë kompozitorë shqiptarë mrem dhe me instrumentistat dhe jashtë. Edhe nuk më bëjnë përshtypje letrat. Pra ne thash, folë me këtë gjuhë sepse nuk jam i partisë. Po të kisha qenë ndoshta, kishe shku me lut një partiaku dhe i thoja që a di si, a ka mundësia, i kanë propozuar vetë ato. Tashi, s'vuj për këte, sepse kush nuk ka qef të marrë një dekorat ose një çmim. Më thoni ka në një, ja. Por, mënyra se si i bëjnë këto që duhet t'i lipihesh dikur që kesh edhe këte lumturi, për fatkeq natyra jeme nuk e bën dot. Për sa i përket thash anës politike, ja ku po ja them këtu, është personale dhe është mungesë kulture të deklarosh për keje, historikisht po ja them. Nuk kam gjë as me historinë, kam punu për Enver Hoxhën, kam punu jashtë, kam dalë qysh 81-shin sa e talentit tem, kam dalë jashtë, kam bërë muzikë, ashtu kam qenë i gatuar me atë. Unë, sa të 1000 vjet, nuk jap vot tyre. Jap me krahun demokratik. Ndonë se mund kem mendime shumë mira për shumë personalitete, mendimin tim si artist. Pse e thejet mirë? Do ta them. Që ta din mirë që është e drejta ime personale dhe mos ngatrojnë një të mirin politikisht me atë që. Kështu që i bëj thjerrje dhe atyre ta kuptojnë drejt të gjithën. Por te unë s'ka për 90 herë që të votoj për ata. Dakor? Pse nuk jap llogari kërkuj, është pjesë e shpirtit tem e Shkodrës. Dakor? Dhe pikrisht mund të thojnë pse përzidhje politike. Nuk jam politik. Tu kanë bërë gafë të madhe. Tu kanë bërë gafën më të madhe që më kanë konsideruar politik. Po të kishe qenë ndryshe, sinqerisht do e kërkosha thash ndjes. Dhe tash, po jo them edhe sekretin tjetër, kam ja 5 parti politike që më kërkojnë me kanë kryesi. I tham falni, shkoft marr i tham, edhe kështu politikisht, ju shkoft marr i tham, po unë s'jam për atë punë, jam muzik, këngëtari, fizharmonik, dakor? Etj. Kështu që kaq shumë kam folë sot, sa s'ka si bëhet më mirë, pa më mirë kur flet, që ta marrin vesh kush është Shkodra. Kaq. Keni kujdes. Me Shkodrën, nuk mundeni Shkodrën ju me barazu, ku të di unë. Pse? Sepse ka traditë shumë madhe. Dhe ai që se kupton këtë, shfati ati më vjen shumë keq për atë që drejton, se fali Zot, se s'din se çka kanë bërë.